Përshëndetje dhe selam aleikum. Kjo video është sfidë për të krishterët, aq më tepër edhe për Gjon 10:30, të cilin e demaskuam me shpifjet e tij, të cilët pretendojnë se pali i Biblës gjendet në Kur'an, aq më tepër dhe në tefsiret. Ju themi, nëse do t'ju përgjigjeni këtyre pikave dhe ta vërtetoni, atëherë po e pranojmë ne. Nëse jo, pra në të kundërt, atëherë heshtni një herë e përgjithmonë. Si fillim, në surën Yasin, ajeti 14, Bismillahirrahmanirrahim. Allah i madhërisëm thot: Kur ne dërguam tek ata në fillim dy të dërguar, ata i përgjinjështruan që të dy. Atëherë ne i fuqizuam ata me një të tretë dhe u than: ne jemi dërguar si profet tek ju. Pra s'ka as Pal, as Gjon, as Mateo, as një prej tyre. Vetë Kurani nuk përmend ndonjë emër. Vetëm se është përmendur emri Pal nga transmetimi që ka ardhur nga Shuaib el-Gjebai, i cili është edhe transmetimi i dobët, por edhe si fjalë është e dobët. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht pra se ai është Pali, sepse pala ka patur gjithkohës. Aq më tepër bulus siç përmendet pra në arabishten. Nëse i keni këto argumente ju dhe pretendoni, atëherë ecni dhe na sfidoni. Transmetimi më i saktë është nga Abdullah ibn Abasi, pra nga dietarët e parë dhe të mëvonshmit, është e gjithpranueshme se vendbanimi në fjalë është Antakia. Këtë e transmeton Ibn Ishaku, Ibn Abasi, Kabel Ahbari, Wahb ibn Munebi, madje këta dy kanë sjellë dhe shumë izraeliate dhe nuk kanë sjellë emrin Pal. Pra është shumë e çuditshme mënyra se si u qaseni. Edhe nga Ikrime, Katade, Zuhriu e tjerë, Ibn Ishaku ka cituar fjalët e Ibn Abbasit dhe thot: se ata kanë thënë pra, sundimtari i aty qyteti ka qenë Antiok bin Antiok, i cili adhuronte idhujt. Allah i ka dërguar 3 pejgamber dhe ka përmendur 3 emra: Sadikun, Sadukun dhe Shalumin. Por ata i kanë mohuar si pejgamber. Këtu nuk përmendet Pali dhe ky është transmetimi më i saktë. Pra ne themi Allahu i di emrat e tyre gjithsesi, por përsëri Pal nuk përmendet. Do të sjellim tani atë që sjell Gjon 10:30 dhe të tjerët. Këtë mendime ka përcjell edhe Ibn Xherir Taberiu, po ashtu dhe Imam Kurtubiu, dhe ne po i themi pra të krishterëve, Ibn Xherir Taberiu pra është babai nga cilin gjithë komentatorët, pra tefsirologët, e kanë marrë metodologjinë e tij dhe e kanë komentuar Kur'anin. Dhe themi edhe Ibn Xherir Taberiu e ka përmend, edhe Imam Kurtubiu e ka përmend, edhe Ibn Kathiri e ka përmendur këtë transmetim. Por çfarë ndodh? Dietarët kur sjellin nga Bibla, kur sjellin nga apokrifet, kur sjellin mendime të cilat nuk kanë bazë, i sjellin ose për me u pasuru materiali, që edhe njerëzit e tjerë kanë folë për këtë, pra edhe të krishterët kanë folë për këtë, ose për me tregu që njerëzit kanë folë, por ja këto janë të dobta, pra për me i demasku, për me i nxjerr nga qarkullimi, por jo domosdoshmërisht që ato janë pjesë e tyre. Çfarë ndodh tani? Shuaib el-Gjebai, me qenë se Gjoni thoshte Imam Kurtubiu i kishte ngel aty, domethënë shiriti, Imam Kurtubiu ka një distancë kohore të paktën 300 vjeçare me Shuaib el-Gjebain, i cili është para Imam Kurtubiut. E nëse është për të marrë për bazë, është për të marrë Shuaib el-Gjebai, jo Imam Kurtubiu, sepse ai është dhe më i hershëm, por e ka sjellë edhe si fjalë. Por çfarë ndodh? Ajo si fjalë, pra që thot 2 pejgamberët e parë kanë qenë Shimuni dhe Ivani, dhe i treti ka qenë Pali, dhe vendi ka qenë Antakia. Tani, kjo si fjalë është e dobët dhe në llojin e saj të shprehurit, pra që është thënë, por e dobët dhe nga rrugët e transmetimit. Dhe Ibn Kathiri e ka hedhur poshtë këtë mendim. Pra dhe vetë Ibn Kathiri e ka përmendur, që ne o kapimi të Ibn Kathiri o nuk kapemi kund tjetër për tefsir. Pra shumica e muslimanëve sunita themi kështu. Por Ibn Kathiri edhe pse e ka sjell thotë që është e dobët, pra nuk do të thotë domosdoshmërisht që është me patjetër ajo fjalë. Tani çfarë ndodh? Ne do t'i themi disa pika dhe le të na përgjigjen të krishterët. Pika e parë është: nëse do të ishte Pali në surën Yasin, atëherë Kurani dhe hadithi do të kishin folur për të. E përderisa nuk kanë folur, atëherë ju jeni gënjeshtar. Nëse nuk është Pali në pikën e dytë, atëherë ju jeni shpifës dhe përgënjeshtroni Kuranin dhe hadithin. Pika e tretë: nëse do të ishte në vërtet Pali, atëherë ai do të ishte monoteist dhe do të thirrte për tek Allahu si një Zot i vetëm, por me adhuru atë dhe jo zota të tjerë, dhe jo në trinitet, dhe do të thriste që të pasonit Muhamedin a.s. po ashtu dhe Isain a.s. si të dërguar dhe rob të Allahut, jo si zota, jo si trinitet
e me radh. Pika e 4. Nëse pali përmendet në surën Yasin, atëherë pali pas ka qenë musliman pra, se Allahu nuk përmend trinitarian, që të thot këta kanë thirrë monoteizëm dhe të bien kundërshtim Kurani. Atëherë i bie pali pas ka qenë musliman, dhe qenë ka një pal tjetër në Bibël, na del ka një problematik. Ose është dikush tjetër që abuzon me palin, ose dikush tjetër që ka marrë emrin e palit. Pika e 5. Nëse pali është në surën Yasin, atëherë përse nuk flet vet pali në Bibël? Pra për dy personat e tjerë, për dy profetët e tjerë, për ata të dërguar, përse nuk flet? Apo për personin të cilin e vravën, më thojza duke dëshmuar për palin dhe dy të tjerë si profet. Se Kurani na ka treguar që kanë qenë 3 dhe dikush që tha pranojnë të dërguarit. Pika e 6. Nëse pali është në surën Yasin, atëherë ky është një argument që nuk duhet ndjekur Bibla dhe as Triniteti, por duhet ndjekur Kurani, sepse pali dhe dy të tjerët pra pas kanë qenë musliman dhe pas kanë thirrur në monoteizëm, sepse nga ajeti 13 e tutje e surës Yasin deri tek ajeti 18 dhe 20, pra flasin ata të dërguar adhuroni Zotin dhe jo Trinitetin. Pra këtu është një absurditet shumë i madh. Pika e 7. Nëse pali gjendet në surën Yasin, atëherë përse nuk paralajmëroi pali për Kuranin, që do të vi Kurani, dhe për ardhjen dhe ndjekjen e Muhamedit alayhis salam, se ju po e kërkonin Kuran palin. E me qenë se pali pra pas ka qenë i dërguar nga Allahu, si është e mundur mos flasi për Kuranin pali, mos flasi për Muhamedin alayhis salam, për gjitha këto që flet Islami, madje edhe për hadithet ta marrim mështruar. Pra që ka një pal tjetër që va pas ka prishur juve besimin e Jezusit, edhe dalim pastaj në kryqëzime me radhë. Pika e 8. Dhe sa për dieni pali nuk e ka takuar kurr Isain alayhis salam, Jezusin. Pra nga afër kurr në jetën e tij. Aq më tepër ai ka shpifur për të dhe e prishi besimin e tij të saktë dhe të pastër, në të cilin Isa alayhis salam ka thirrur në monoteizëm, pra në veçimin e Allahut, në tauhid. Dhe pika e 9. Si është e mundur që Allah i Madhërisëm të lejoj dikët ashtu quajtur pal, që ai ta braktisi pejgamberllakun e tij dhe t'i thrasi njerëzit në politeizëm dhe në devijim. Pra nuk është e mundur kjo. Sepse nëse do t'ishte si thuhet në surën Yasin, aty ka mbaru kapitulli. Pra ka ardhur dhe pali, po e supozojmë sipas jush, ka thirrur, e kanë vrarë dhe atë personin që ka dëshmu dhe u mbyll monoteizmi këtu. Si na dal ka pali me Trinitet dhe pastaj vin Muhamedi Islam, para dhe nuk di ka gjë për palin. Nëse jeni të sinqert, përgjigjuni këtyre 9 pikave. Po ashtu, Muhammed Rahmetullah El Hindi ka thënë, do të shikojmë disa mendime të dietarëve. Fjalët e Paulit, nëse supozojmë se janë të sakta dhe i takojnë atij, nuk janë të pranueshme për ne, sepse për ne ai është një nga gënjeshtarët që ishin shfaqur në periudhën e parë. Dhe megjithse ai është i shenjtë për ata që besojnë në Trinitet, ne nuk e pranojmë fjalën e tij. Pra as për 100 dark nuk e pranojmë. Po ashtu, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka përmendur njerëzit e dijes se fillimi i shiizmit ka qenë nga një heretik, Abdullah ibn Sebe lanetullahi alayhi. Ai e shpalli pra Islamin, pra e dëshmoi, por fshehu judaizmin dhe kërkoi që ta prishë Islamin, pra ndërkohë që shpiku grupacionin e shijave. Dhe të njëjtën gjë thot, pra beri edhe pali i krishterë, i cili ishte hebre për të prishur fen e krishtere. Dhe këtë e përmend Ibn Taymija rahimahullah në Mejmu el Fatawa, volumi 28, faqja 483. Po ashtu, veti Ibn Kathiri pra thot, për sa i përket thënies së disa dietarëve që emrat e të dërguarve janë Shemun, Juhana dhe Bulus, pra pali, El Hafidh Ibn Kathiri e refuzon atë dhe thot se ajo është e dobët në dy mënyra, pra shpreha e Shuaib el Gjebajt, është e dobët në 2 mënyra. E para thot është e dobët si fjalë dhe e dyta është e dobët pra si transmetim. Pra transmetimi është i dobët, por dhe fjala është e dobët sepse nuk përputhet me gjithë këtë që tham. Çfarë thot Allah i Madhërisëm në Kur'an?
Ajeti 79 i surës Ali Imran. Nuk është e mundur për një njeri të cilit Allahu i ka dhënë librin, dijenin e gjerë dhe profecin, që të thot njerëzve bëuni robërit e mi dhe jo të Allahut. Përkundrazi ai thot bëuni robër të ditur të Zotit, që i zbatojnë porositë e tij, sepse ua kemi mësuar librin të tjerëve dhe e mësoni edhe vet. Pra si është e mundur Zoti të dërgoj Jezusin, po ashtu dhe palin dhe i thot hajde madhuro mua, thot Jezusi, sa unë jam Zoti. A dhe palit ndjeki këtë besim, ndërkohë që bien kundërshtim pra me Kur'anin. Në surën An-Nisa ajeti 172, Allah i Madhërisht thot: Mesihu nuk tërhiqet prej asaj, se është robi i Allahut. Nuk tërhiqet as engjëjt më të zgjedhur pra. Kush tërhiqet prej adhurimit ndaj tij dhe bën mendimallësi, ai do t'i ringjallë dhe do t'i të bojë të gjithë pranë tij. Pra Isa alayhis salam nuk tërhiqet se qeni robi i Allahut. Dhe duke adhuruar atë, aq më tepër mos e thënë Zotit thrasin adhurim ndaj vetes. Dhe Allah i Madhërisht pra thot ne u dërguam pra atyre thot 2 vet që ata i quajtën gënjeshtar. Pastaj i përforcuam të dërguarit pra me një të tretë. E ata thanë në të vërtetë ne jemi të dërguar tek ju. Pra përsëri jemi të dërguar profet në çka në njëjtin mision. Dhe ata çka u thanë? U përgjigjen, Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar tek ju. Pra përforcimi pejgamberllëkut. Zoti ynë e di që ne në të vërtet jemi të dërguar tek ju. A mos vallë ka qenë pali monoteist i dërguar? Tani, për sa i përket thënies, pra, së disa dietarëve, të cilët pra thonë që emrat Shemun, Juhanan dhe Bulus veti bën ngethiri pra, siç e përmendëm, thotë se ajo është e dobët në 2 rrugë. Prandaj çdo transmetim që sjellin njerëzit, nëse nuk përputhet me Kur'anin dhe Sunetin, atëherë është e dobët dhe nuk merret për bazë fare në asnjë mënyrë. Po e përmbyllim me një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra, Ibn Kathiri e përmend pra në librin e tij dhe thotë, është transmetuar një hadith me tekste pra të ndryshme, që e shkatërron këtë pretendim tuajin. Në një nga tekstet e arabishtes pra, në këtë tekst thuhet se ekziston një burg në zjarr për kë? Për bulusin, pra për palin. Pra është një burg në zjarr të xhenemit, enkas për palin. Tashtu quajturin bulus në gjuhën arabe. Kështu, nëse keni pak sinqeritet dhe nëse jeni të aftë apo të zotët e mendjes, t'i përgjigjeni këtyre pikave që ju kam parashtruar, atëherë dilni dhe shpreheni të vërtetën. Për ndryshe, mbylleni një herë për gjithmonë dhe mos bëni baltologji. Dhe siç e kam thënë dhe më herët, me lejen e Allahut Madhërisht, këtu do t'jemi inshallah dhe do t'i refuzojmë dhe do t'ja hedhim poshtë të gjitha baltologjit që bëni, dhe ato topat e gjyles do t'ju kthehen mbrapsht. Lusë Allahun t'i udhëzoj të sinqertit, t'i vetëdijsoj muslimanët dhe të bëhen syçel. Shpërndajeni videon për me përfitu edhe tjerët inshallah, edhe për me marrë sevape. Edhe me i demasku të gjithë këta baltologët. Allahu ju rujt, assalamu alaikum, dhe të krishterët i mirëpresim na sjellin argumente. Për ndryshe, rrini aty ku jeni në vend numëro.